A je dënuar ndonjëherë nga prindrit e tu? A je tradhtuar nga njerëzit më të dashur të familjes tënde dhe më mbas nga partneri jot, nga shoku dhe shoqja jote, nga njerëzit që i kishe vënë në vendin e parë? A të kanë tradhtuar në besë, si këtë thuash, të kanë ngrënë në besë, në fjalën që ke dhënë, në sekretin që ke thënë, në zemrën që ke hapur? A të kanë zhgënjyer shpirtin, zemrën? A ke kaluar trishtim, mërzitje? A e ke lejuar veten të ndjesh gëzim dhe lumturi? A të ka ndodhur që edhe ti të përsëritësh jetën e nënës ose të babait tënd dhe shumë e shumë të tjera? Çdo ditë më shumë ka njerëz që më thonë çdo gjë po bëhet më e vështirë. Në anën psikologjike kemi fjalën. Gra edhe burra. Njerëz që nuk besojnë më tek një mashkull ose një mashkull tek një femër. Janë gënjeshtare, janë tradhtare. Zgjidhja e të gjithave këtyre është ku ti ke tradhtuar veten, ku ti ke ndërshkuar veten, ke dënuar veten, ku është faji jot. Dhe këto të gjitha janë të trashëguara nga paraardhësit në qëndrimin tënd në mitër si fëmijë tek nëna jote, çfarëdo që kalonte ajo kanë kaluar tek ty, dhe më mbas kur dole në jetë të paktën deri në moshën 7 vjeçe, derisa fillove të krijonje karakterin tënd, atë personën, siç thot Carl Jung. Për të gjitha këto, do bëj një zoom falas ditën e mërkurë, 5 gusht 2026, në orën 8 me orën e Shqipërisë. Ndaj, merr link tek numri që do gjesh këtu poshtë, më ndiq në rrjetet sociale, Instagram, Facebook, në YouTube Flutra me Fat 333, këtu në TikTok, dhe shkruaj, komento pa turp tani më. Kush është problemi jot në këtë momente të jetës tënde, dhe këtu nuk ka mosha. Le të bëhemi të vetëdijshëm. Sepse gjithçka ajo që shikoni atje jashtë me protestat, që kërkojmë të drejtat tona, janë ato të drejtat që ty, mua si fëmijë nuk u dëgjuam, nuk u shikuam, nuk na u plotësuan. Por ne, me sistem përfaqësik dhe metoda të tjera, nuk do kërkojmë çfarë është bërë dhe të kërkojmë llogari dhe të ngelemi në kritik, të ngelemi në ankesë, por duhet t'i shikojmë, t'i lirojmë, të mësojmë kush është potenciali jon dhe t'i lirojmë të gjitha këto traumat, t'i bëjmë dhe për veten tonë dhe për brezat e mëparshëm, për prindrit, por t'i bëjmë, kemi s'kemi fëmijë, jeni adoleshent, jeni çifte të reja, t'i lirojmë këto trauma që të mos shkojnë më poshtë. Tek fëmijët tanë, tek fëmijët e fëmijëve, dhe te ju që s'keni akoma fëmijë, të sillni fëmijë të shëndetshëm në jetën tuaj. Dhe ky është projekti im. Dhe për ata që s'më njohin, jam Erita Cake, më prezantohem. Jam e lindur në një fshat të Pogradecit. Jam bi shqiptare dhe jetoj në Greqi. Rrënjtë e mia janë aty. Dhe jam për Shqipërinë dhe shqiptarët. Për të gjithë ata që duan në ndërgjegjen, ta bëjnë ndërgjegje. Dhe si thot Carl Jung, çdo gjë që ka mbetur në ndërgjegje derisa të dalë në dritë, ne do ta kuptojmë sikur e kemi fat. Prandaj o njerëz të bukur, nuk është fati juaj të vuani. Nuk është fati juaj t'ju dënojnë, t'ju ndërshkojnë, t'ju
përdorin, t'u keq përdorin, t'u keq trajtojnë. Ne kemi ardhur të evolojmë si shpirta. Ndaloni të investoni në makina. Ndaloni të investoni në makina. Ndaloni të investoni në roba. Ndaloni në thonjza, s'po them që mos jetoni, të mos i blini gjërat e bukura dhe t'i bëni. Por këtheni energjin tek vetja juaj. Mos u merrni me thashë theme dhe çfarë bëjnë të tjerët, sepse do ta humbisni energjin kot. E kam bërë dhe unë. Gjithmonë thosha e ka fajin tjetri. Tani e di çfarë po bëj. Sa herë që më ndodh diçka, shikoj ku brenda meje unë e kam atë, kur mu krijua dhe si mund ta liroj. Dhe këtë mund të bëjmë të gjithë bashkë, në individ dhe në grupe. Ditën e mërkurë, ky trajnim është falas dhe ju ftoj të merrni pjesë sa më shumë ndaj këtë video, shpërndajnë dhe në shokë dhe në miq, sepse kështu do ndihmojmë njëri tjetrin dhe Shqipërinë, që po ngelen 60 e ca ditë atje në protest dhe Edi Rama nuk dëgjon, sepse Edi Rama nuk është vetëm Edi Rama. E kam thënë dhe në televizion, Edi Rama po luan një rol, atë që ti të ngrihesh, të kërkosh të drejtat tënde, por ai nuk zbret nga karrikja, sepse ti e le shumë Edi Ramën e unë të gjithë bashk, të bën të gabime dhe të mos flisnim, heshtëm, sepse këtë na mësuan në familjen tonë, je grua apo burr, të heshtim, s'kemi të drejta, jemi më të vegjël, nuk u respektuam për potencialin ton, për dignitetin ton. Edhe Edi Rama thot, më votove dhe unë tani nuk ik. Si mund të thoshte babaj dhe nëna jote, jam babaj dhe nëna jote, mund të thuash dhe ti në qofse e printe dhe unë, e kam thënë, sepse ky është sistemi që ka ardhur, po erdhi koha, prandaj po shtrëngojnë gjërat, janë energjitë shumë të fuqishme, se mos muaj gusht, është një muaj që do mbyllen shumë karma, që të lej modele të vjetra dhe të fillojnë të reja. Dhe në Shqipëri do ketë ndryshime të vogla, por ndryshimi që do vi, po ja u them akoma dhe njerë, do vi në nëndor. Deri atëre do kemi gjëra të ndryshme. Dhe kjo nuk është parashikim, fallë që jemi mësuar ne ta bëjmë. Le të kthejmë në shqiptarët atë energjinë të fuqishme që kemi, që na është dhënë nga Zoti, në dritë, se deri tani kemi qenë në errësirë. Deri tani akoma ka njerëz që kërkojnë rituale vetëm, që të kthejnë burrat mbrapsh, të kthejnë gratë mbrapsh, të bëjnë një diçka që t'i duan. Kam shumë njerëz nga këta dhe u lodha. Unë nuk jam magjistare, fallxore, po mund të bëjmë parashikim, dhe nuk është parashikim, është njohja e potencialit të çdo personi në bazë të ditës të lindjes, dhe janë shumë informacione, dhe informacione të jashtëzakonshme, që i bën një herë në jetën tënde, dhe kur ti nje potencialin tënd, kur shikon kur je në plus dhe në minus dhe e pranon, sepse ne shqiptarët, një nga minuset që kemi, dhe kemi kuptuar që kemi për plus, është krenaria. Por krenaria, shpirta të bukur, është arogancë, dhe shpeshere kemi atë arogancën, e kam patur, e kam punuar, e punoj, sepse këtu nuk ju flas nga metodat, nuk ju flas si mësuese, mentore, shkrimtare, trajnere, vetëm e zhvillim personal dhe e zhvillimit dhe zgjimit kolektiv. Ju flas si një person që i ka kaluar të gjitha këto që i kalon dhe ti. Zhgënjime, tradhti, përdhunim, o çfarë të duash ti, gënjeshtra, mashtrime, të gjitha. Keq trajtim. Po, akoma dhe nga njerëzit më të dashur, po. Dhe le ta pranojmë njerë, dhe t'i lirojmë, dhe të njohim këtë potencial, dhe të aktivizojmë, që të aktivizojmë jetën tonë. Ju pres, ndaj më shkruani këtu,
tek numri në Viber, WhatsApp dhe Telegram për të marrë link. Jeta